Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju zë shpesh ngërçi në këmbë, ja si ti trajtoni vetëm me një produkt. Ngërçi i muskujve është një tkurrje e papritur dhe e pavullnetshme e muskujve në trup. Nëse jeni zgjuar ndonjëherë gjatë natës ose gjatë ecjes nga ngërçi, ju e dini mirë që shtrëngimet shkaktojnë dhimbje të forta. Periudhat e gjata të ushtrimit ose të punës fizike, veçanërisht në motë të nxehtë, munden të çojnë në shfaqjen e ngërçit në muskuj, por edhe disa ilaçe dhe probleme shëndetësore munden të shkaktojnë ngërç të muskujve. Shumica e rasteve të ngërçit ndodhin në muskujt e këmbëve, veçanërisht në zonën e kofshës. Përveç dhimbjes së papritur dhe të mprehtë, mund të ndjeni ose shihni dhe një gung të fortë të indeve të muskujve nën lëkurën tuaj. Shkaqet: përdorimi i tepruar, për shembull i muskujve, etja, tendosja e muskujve ose thjesht mbajtja e një pozicioni për një periudhë të zgjatur, mundë që të shkaktojë ngërç muskulor. Megjithatë, në shumë raste shkaku nuk dihet. Dhimbja e muskujve mund të jenë të lidhura me probleme mjekësore themelore si për shembull furnizimi i pamjaftueshëm me gjak, shtrëngimi i arterieve që çojnë gjak në këmbët tuaja munden të prodhojnë në raste të ngërçit. Shtypja e fijeve nervore. Shtypja e nervave në shtyllën kurrizore gjithashtu mundet të prodhojë dhimbje të ngërçit në këmbët tuaja. Dhimbja zakonisht përkeqësohet sa më gjatë të ecni, duke ecur në një pozicion paksa të përkulur, siç bëni kur shtyni një karrocë para jush, mund të përmirësoni dhe të ulni dhimbjen. Pamjaftueshmëria e mineraleve në organizëm. Mungesa e mineraleve jetësore si kalium, kalcium ose magnez në ushqimin tuaj ndihmojnë shfaqjen e ngërçit. Në disa raste, mjekimet farmaceutike për presionin e lartë të gjakut gjithashtu e zbrazin organizmin nga këto minerale. Faktorët e rrezikut që rrisin rrezikun e ngërçeve të muskujve përfshin: mosha. Njerëzit e moshuar humbasin masën e muskujve, kështu që muskujt e mbetur munden që të kontraktohen më lehtë. Dehidratimi. Persona të cilët lodhen dhe humbasin ujë shpesh hasin dhimbje të muskujve. Shtatzania. Dhimbja e muskujve gjithashtu janë të zakonshme edhe gjatë shtatzanisë. Problemet mjekësore që lidhen me shëndetin. Ju mund të jeni në një rrezik më të lartë të ngërçeve të muskujve nëse se ju keni probleme me diabetin, nervat ose mëlçin ose gjëndrën tuaj tiroide. Këto hapa ndihmojnë në parandalimin e ngërçeve. Shmangni dehidratimin, pini shumë lëngje çdo ditë. Sasia e ujit varet e gjitha nga ajo çfarë hani, gjinia, niveli i aktivitetit tuaj, moti, mosha dhe mjekimet që merrni. Shtrini muskujt tuaj, bëni ngrohje fizike para dhe pas përdorimit të ndonjë muskuli për një periudhë të zgjatur. Nëse keni tendencën të keni dhimbje në këmbë gjatë natës, ushtroni pak muskujt e gjymtyrëve para gjumit. Ushtrimi i lehtë, siç është për shembull hipur në një biçikletë stacionare pas disa minutave para gjumit, gjithashtu mundet t'ju ndihmojë në parandalimin e dhimbjeve gjatë gjumit. Kur duhet patjetër që të vizitoni tek mjeku. Ngërçet e muskujve zakonisht zhduken vetvetiu, por ndonjëherë ato janë edhe më serioze sa duhet për të kërkuar kujdes mjekësor. Kur ngërçet shkaktojnë këto probleme, ju duhet të paraqiteni tek mjeku. Shkaktojnë dhimbje të rënda. Janë të lidhura me ëndjet të këmbëve, skuqje ose ndryshime të lëkurës, janë të lidhura me dobësi të muskujve. Ndodhin shumë shpesh. Ngërçi që shkaktohet nga disa ilaçe dhe medikamente.
Ngërçet njihen si efekte anësore kur përdoren disa ilaçe të caktuara për probleme të tjera të shëndetit. Ato shfaqen me nifedipine të përdorura për shtrëngime krahërori, tension të lartë të gjakut dhe kushte të tjera. Ngërçet shfaqen edhe prej disa ilaçeve të zemrës dhe gjithashtu disa ilaçe që përdoren për të ulur kolesterolin, gjithashtu munden që të çojnë në ngërçe. Kinina është një substancë e cila ul ngërçin dhe në sasi minimale gjendet edhe tek uji tonik. Mjaft persona vënë në re lehtësim nga ngërçet si rezultat i përdorimit të ujit tonik, por kinina si një preparat është i dëmshëm për gratë shtatzëna dhe për personat me probleme të tensionit. Mjaftoni me ujin tonik pa e egzageruar në sasi. Këshilla praktike për ngërçin. Sa po e ndjeni dhimbjen, zhvishni këmbën e prekur dhe shtypni shputën e zbathur për këmbët në dysheme. I ftuti dhe sipërfaqja e shesh do t'ju sjellë në normalitet për pak sekonda. Nëse ju kap gjatë natës, tërhiqni drejt të vetes gishtat e këmbës së prekur dhe dhimbja juaj do të kalojë shumë shpejt. Nëse do t'ju duhet të përmblidhni përvojën e një ngërçi në këmbë me një fjalë të vetme, fjala torturë mundet të jetë më e përshtatshmja. Ngërçi në këmbë shkakton dhimbje ose një shqetësim të përsëritur dhe tepër intensiv. Mirë po ajo çfarë ju duhet të bëni në rast se ju zë ngërçi është që të lëvizni. Për shumicën e njerëzve, ngritja në këmbë dhe lëvizja është mënyra më e mirë për të ndalur menjëherë këto dhimbje. Duke bërë një ose dy hapa, ju gjithashtu do të angazhoni muskulin në pjesën e përparme të këmbës duke ndihmuar në largimin e ngërçit. Aplikoni ngrohje, pastaj akull. Nxehtësia gjithashtu ndihmon për të liruar muskujt e kontraktuar. Për këtë ju mundet që të përdorni një peshqir të ngrohtë ose një batanie me ngrohje. Ngrohtësia shton në rrjedhjen e gjakut në zonë e cila sjell më shumë oksigjen dhe lëndë ushqyese, duke ndihmuar kështu muskujt e kontraktuar. Akulli është më pak i dobishëm kur bëhet fjalë për ndalimin e një ngërçi, por pas një ngërçi ju mund të ndjeni një lëndim në muskujt tuaj, prandaj aplikimi i akullit në atë zonë mundet që të lehtësojë këtë shqetësim. Merrni qetësues kundër dhimbjeve. Nëse keni një ngërç në këmbë, marrja një qetësuesi pa recetë nuk do t'i jap fund dhimbjes, por një ngërç mundet gjithashtu që të tendosë ose të irritojë muskujt duke çuar në dhimbje dhe në parehati. Në këtë pikë qetësuesit munden që t'ju ndihmojnë. Hidratohuni. Nëse ngërçet janë shkak të dehidratimit, konsumi i ujit ose një pije sportive me elektrolite mundet t'ju ndihmojë. Kjo gjithashtu mundet t'ju ndihmojë edhe në shmangjen e rasteve të tjera të ngërçit. Konsumoni një banane. Zhbalancimi i elektroliteve në trup mundet që të shkaktojë ngërçe të muskujve. Në qoftë se ky është fajtori, konsumi i një bananeje mundet që të ndihmojë në rritjen e kaliumit. Kjo gjithashtu është një taktik parandaluese nëse nivelet tuaja të kaliumit janë të ulta, por mbani mend se ngrënia e një bananeje nuk do të ndalojë menjëherë ngërçin tuaj nëse jeni në mes të një spazme muskulare. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.